Edhe një manet duhet. Edhe një manet edhe plus kime qitë edhe pengesë fizike të plot. Pas ka rry. Po ndërmarë masat, pa bërë inspektimi, ke punëtorë zguzemi plot. Në fokus të kontrollit ishin edhe ato bizneset të cilave më parë me vendim të inspektoriatit u ishin ndërprer punimet për shkak se kishin pasur shkelje gjatë kontrolleve. Inspektorëve të punës u mjafton vetëm pak minuta që në vend punishte të gjejnë shkeljet e para të sigurisë. Në objektin banesor ku po zhvilloheshin punimet, të pranishëm ishin vetëm punëtorët e një kompanie të angazhuar për realizimin e punimeve, ndërsa investitori nuk kishte askund. Gjatë inspektimit, ekipi vren se brenda kateve ku punëtorët lëvizin lirshëm ka hapësira të kamufluara të cilat paraqesin rrezik të përhershëm për jetën e tyre. Aty ku pritet të vendosen ashensorët, hapjet janë lënë të hapura, pa asnjë blokadë apo mbrojtëse duke krijuar rrezik që punëtorët të bien nga lartësia. Inspektorët identifikojnë edhe kablot e energjisë elektrike të ekspozuara, të cilat gjatë punimeve mund të krijojnë kontakt dhe të shkaktojnë rrezik serioz për punëtorët. Edhe një manet duhet. Edhe një manet edhe plus kime qitë edhe pengesë fizike të plot. O kuptum jo veç kështu, po edhe pengesë fizike. Një vjetë e qysë. Po, edhe që kjo keq. Po. Shefën tash punëtor të jetë. Kam shefën punëtor të jetë. Por edhe në edhe që të kabull të ka po e? Kabullin e rrymës. Apo. Pas ka rrymë. Njëra është që s'pas ka vinç. Një kate ku pëndo këmanë të habull të vetë. Në çdo vend punishte, përgjegjësia për sigurinë e punëtorëve bie mbi kompanitë që kryejnë punimet. Për çdo veprim, për çdo angazhim dhe për çdo rrezik të mundshëm, duhet të ekzistojnë kontratat e qarta ndërmjet palëve. Pa marrëveshje të nënshkruara, përgjegjësia humbet dhe rreziku bie vetëm mbi pronarët e objektit. Kjo është arsyeja pse sapo mrinë në terren inspektorët kërkojnë marrëveshjen zyrtare në mes punëkryesit dhe investitorit të ndërtimit. Dokumenti që përcakton qartë se kush mban përgjegjësi për garantimin e sigurisë së punëtorëve gjatë punës. Shkeljet e tilla evidente e detyrojnë inspektoriatin e punës që të ndërpresë menjëherë punimet. Biznesit i bëhet e qartë se nëse nuk i zbaton rekomandimet dhe nuk i rregullon mangësitë e evidentuara, nuk do i lejohet të vazhdojë punimet. Për sigurinë të punëtorëve, a keni kvartë? Shiko, ti se pas ka marrëveshjen me veti, se unë ja shkujta me ofru dhe marrëveshjen, po kërkoja marrëveshjen, po këtina duhet më unonë punimet, i nonin këtina punimet, e mandej në bazë marrëveshje se shohim kush e ka përgjegjësi. Po nuk është me rëndësi që tash momentalisht kush e ka përgjegjësinë, që tash këtina duhet më ndalu punimet, për shkak që të me parregullsive gjys këto ashensorë që të hapën që të hapësinat në tokë, edhe shkallët e nata ishin të pambyllura, që to 3 elemente duhet mu evidentu. E mandej në bazë të marrëveshjes se shohim kush e ka përgjegjësi. Mirë po, momentalisht masi se kemi investitorin kërkon, këto e kemi prezent, punimet i kitë ndalume të... Se jam në t'i përzi pak, mos... Lutna, mos ydna. Punimet i kitë ndalume për shkak se që momentalisht nuk e kemi marrëveshjen, këto dhe nuk e kemi edhe investitorin. Mirë po, pa marrëveshjen, ti mund është më thonë gjithë shka, unë e po të thomë, që ato parregullsi cilat janë momentalisht janë ashensorët nuk janë të mbyllur, edhe që janë pjesërisht të mbyllur. Domethënë ato duhet të mbyllë sikur çdo poshtë. Po ndërmarr masat, pa bërë inspektimi, ke punëtorë zguzemi plot.